Ndërkohë që gjendja e grevistëve në Marines përkeqësohet dita ditës, ende nuk ka asnjë reagim nga kompania Bankers Petroleum, por as dhe nga institucione të tjera përgjegjëse, as dhe nga deputet të zonës. Sipas kreut të sindikatës të sektorit hidrokarbur, Dritan Shau, pusët e naftës në mungesë të punonjësve të fushës naftmbajtëse po monitorohen nga punonjës të firmave nën-kontraktore, por kjo nuk e zgjidh situatën. Sot jemi ditën e 6 të grevës së orisë, ditën e 6 të grevës së përgjithshme, ku punonësit kanë pezulluar punën dhe vazhdojnë të pezullojnë punën. Grevistët dje kanë shfaqur prapë probleme shëndetësore, ku 3 prej tyre kanë marrë injeksione nga ambulanca që ka ardhur këtu pranë zyrave tona. Pas injeksioneve ka pas një lloj stabiliteti, por prapë vazhdojnë me probleme me tensionin, me dhimbjen e kokës, me lodhjen që shfaqet. Vazhdojmë të qëndrojmë, do të qëndrojmë deri në fundin e realizimit të kërkesave tona. Ne nuk do të dalim këtu pa marrë atë që nafatarëve u takon, të trajtohen me dinjitet, të marrin pagat që u takojnë për përgarinë e punës që ata bëjnë, edhe përmirësimin e kushteve të punës, të paguhen statusin naftatarit dhe gjithë problemet dhe shqetësimet e tjera që ne kemi ngritur. Jo, nuk ka pas një reagim deri tani dhe kjo duket një farë papërgjegjshmërie që punonësit lënë vendburimin e naftës, vendburimin më të madh të naftës në Shqipëri dhe më gjërë, dhe këtu operohet deri tani me disa nga nën kontraktorët e shoqërisë Bankers, duke futur punonjës edhe në profesionet që atyre nuk u takojnë, duke u bërë kështu lajm dhe rrezik për jetën e tyre dhe shëndetin e tyre, pasi janë jashtë profesioneve që ata kanë në përditshmëri dhe detyrohen të bëjnë dhe punë të tjera. Kjo masë ndërmarrë nga kompania tregon papërgjegjshmërinë e tyre dhe mosgatishmërinë e tyre për të dëgjuar dhe plotësuar kërkesat që punonësit me të drejtë i kërkojnë. Ne do të vazhdojmë me pezullimin e punës deri në fund, do të gjykojmë djemët dhe për shkazimet e radhës brenda atyre kornizave ligjore, por nuk do dorëzohemi deri në realizimin e kërkesave tona. Nuk po kërkojmë asnjë gjë më shumë se sa ajo që na takon. Kemi kërkuar rritjen e pagave, kemi kërkuar rritjen e fondit të pagave, i cili nuk është më shumë se sa paga e Ketxus që doli, që ishte 850.000 euro gjatë gjithë vitit. Kaq kërkojmë ne për të gjithë punonjësit e Bankersit për një vit. Më shumë se sa grevorie dhe bojkotim pune, pezullimit të gjithë punës, ku vendburimi mund të kalojë në kolaps, ku vendburimi mund të ketë probleme me shtresën, mund të ketë probleme me puset, mund të ketë probleme të tilla që operacionet hidrokarbure do kushtojnë shumë më shumë se sa ajo që ne kërkojmë. Domethënë këtu ka një lloj papërgjegjshmërie që ne ta lëmë këtë vendburim deri në që shoqëria thotë ne po e lëmë këtë vendburim deri në shkatrimin e tij dhe kërkesat që kërkojnë punonjësit nuk i plotësojnë. Domethënë ata janë të gatshëm të marrin kosto hidrokarbure shumë më shumë në vlerë ekonomike se sa ajo që ne kërkojmë, vetëm që punonjësit të mos trajtohen me dinjitetin që u takon. Por operatorin Arti Bajrami, pusët duan specialistët përkatës në mënyrë që të mos pësojnë avari dhe gjendja të mos përkeqësohet deri në kolaps me pasoja patgjata. Vazhdojmë në mbështetje të shokëve tanë edhe të kauzës tonë. Jemi në ditën e 6 të grevës dhe jemi në pritje të një përgjigje që po vonon. Po vonon për që ka pasoja. Po është e vërtet, puset janë duke monitoruar në mënyrë të reduktuar nga disa punonjës që janë në kontraktor. Mund të hasi probleme dhe kjo gjë, sepse nuk e kanë ndoshta, nuk po them kualifikimin e dur, por problematikat e një pusi dje që është në atë zonë. Dhe kjo do ketë një efekt zinxhir, sepse mos monitorimi në mënyrën e dur sjell pasojat e një pus. Do bllokimi, do vi sonda dhe kjo është efekt zinxhir që ka kosto. Dhe nuk është në interesin e asnjëri që vendburimi të ketë pasoja. Shpresoj shumë që të gjendet një zgjidhje për mos të afektuar më vonë në efekte në kohë për një pus, në reaktivizimin e atij pusi. Ndërkohë grevistët të cilët kanë patur përkeqësim të gjendjes shëndetësore, Eduard Selami dhe Bledar Dano, pohojnë se mbeten të vendosur për të qëndruar të palëkundur në kauzën e tyre, teksa paralajmërojnë edhe për shkallëzim të mëtejshëm të grevës urisë. Presim të na bashkohen. Është dita e 6 e grevës sot, edhe nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Unë po marr injeksione pothuajse për ditë, ka ardhur ambulanca këtu, edhe nuk na kanë mbështetur asnjë lloj na shteti apo na kompania. Nuk kemi pasur asnjë lloj reagimi. Këta ose janë shnjërzor ose nuk e dim se çfarë themi për të pjesë. Tani kemi pasur edhe hallë familjare, dikujt i ka ndodhur një fatkeqësi edhe nuk kemi dalë në ky vend këtu, edhe nuk do dalim derisa të mbushen kërkesat tona.
i bëjmë thirrje shtetit të gjithë të vinë na mbështesin se jemi shumë keq. Sot është dita e 6 e grevës së urisë. Vërtet fizikisht jemi të lodhur, por moralisht jemi shumë lart se shohim që të gjithë kolegët tanë dhe shokët tanë e kanë lënë punën, e kanë braktisur dhe janë duke na mbështetur aty për jashtë. Të gjithë kanë dëshirë të hyjnë grevurie, por ne s'kemi ambiente për momentin, por po e mendojmë me këtë pjesë, kemi bërë një listë me 40 veta që do bëjmë një çadër të madhe aty në fush dhe mund t'i fusim aty. Diçka tjetër, domethënë jam shumë kurioz me këta deputetët që para votimeve na vinë dhe na bëjnë vëllezër, kushurinj e të afërmit tanë. Nuk e di domethënë, gjithë këta njerëz janë mbledhur këtu, 10 veta në grevurie. Kanë një interesim nga këta, apo kanë një ndjeshmëri nga këta, të paktën nga ana njerëzore, nuk po flasim politike apo diçka tjetër, se ne jemi këtu, jemi zero politik gjithë. Nuk duam që të bëjnë një gjë të madhe, po thjesht të vinë natën të vinë, të interesohen, ore jeni gjallë si jeni, nga ana shëndetësore apo nga ana nuk e di se si. Megjithatë, ne jemi të palëkundër dhe s'kemi ndërmend të dalim që këtu. Pa ardhur ajo që duam ne, pa ardhur oferta që duam ne. Si grevistët ashtu dhe punojësit të cilët vijojnë grevën me bojkot pune theksojnë se janë të vendosur të ndalin punën deri në arritjen e një zgjidhje konkrete, ndërsa paralajmërojnë dashpërsim të grevës në ditët në vijim.